Miqtë e mi, përshëndetje. Thonë se mirësjellja është ilaçi më i mirë për të zbutur dika. Personazhi i historisë sonë të sotme vetëm që e njohu këtë të vërtet, por edhe e jetoi plotësisht. Për mira njerëz, fëmijë dhe të rritur, të varfër dhe të mohuar nga familjet e miqtë e tyre. Ajo është e njohur si Nëna Carlo. Megjithse kur ishte e re, jeta e saj linte shumë për të dëshiruar. Ndryshimi ndodhi në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Po ndihni të lirë nga prangat, radiodramën më të gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. Janë këto histori të vërteta njerëzore që prodhohen në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 293. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Alo? Po, mund të ma kaloni telefonatën. Po flasë me Nëna Carlo? Po, më thoni. Faleminderit që pranuat të flisnit me mua. Më ndjen keq që po ju telefonoj në këto orë të natës, por jam shumë i dëshpëruar. Barti, ku ndodhesh tani? I mbyllur në një spital psikiatrik Nëna Carlo. Më vjen vërtet keq. Ajo që dua është të dalë prej këtej. Në këto momente, unë nuk mund të bëj dot asgjë, por nesër do vi të takoj. Më flisni pak për sotin, Nëna Carlo. Kur ju më vizituat në burg, unë nuk pranova të më flisnit për të, por tani dua. Ju lutem, më jepni pak shpresë, diçka ku të kapem. Javën e kaluar dëgjuam se si personazhi i historisë sonë të sotme u rit në shtetin e Georgias në Amerikë. Më pas ajo martua me një burr që kishte qenë ushtar në luftën e dytë botërore. Pas 20 vitesh martesa ata ndahen dhe brenda 2 muajve martohen përsëri. Më pas, një mrekulli ndodh në zemrën e saj. Në përfundimin e dëshmisë së saj do dëgjojmë se si Ana Carlos e ndau këtë mrekulli me të tjerët. Kjo është dëshmia e saj e vërtet dhe vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Unë u rrita me nënën dhe njërkun tim. Nëna ishte disiplinuese, ndërsa njërku shumë i dashur. Ne jetonim pranë gjyshes, e cila lexonte gjithë një Biblën. Ajo më merrte në kishë dhe në moshën 9 vjeçare unë bëra lutjen e shpëtimit. Megjithatë, për shumë vite jeta ime nuk ndryshoi. Unë rilinda kur isha gati 50 vjeç. Më pas doja t'i shërbeja Perëndis dhe kërkova që ai të më drejtonte. Kaq dija të bëja. Ju luta Perëndis të më fliste dhe kur e hapa Biblën, e gjeta veten duke lexuar te kapitulli 25 i librit të Mateut. Sepse pata urie dhe më dhat për të ngrënë, pata etje dhe më dhat për të pirë, isha i huaj edhe më pritët, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmur edhe ju më vizituat, isha në burg edhe erdhët tek unë. Zot, disa nga këto gjëra edhe mund t'i bëj, por të shkoj në burg edhe t'u flas të huajve, këtë nuk e bëj dot. Unë vendosa t'i shërbeja Zotit në mënyra të tjera, siç ishte dhënia të dhjetës edhe ofrimi në kish. U kujdesa për një fëmijë i cili ishte me kancer dhe në fazën e fundit të jetës. Gjithashtu zura miqësi me fëmijët që vinin në dyqan. Unë edhe im shoq nuk ishim fëmijë. Edhe kështu doja që zemrat e tyre të thyera të mbusheshin me dashurinë e Perëndis, plot shpresë, në mënyrë që kur të rriteshin të shërbenin atij. Gjatë kësaj kohe Fredi punonte jashtë qytetit edhe vinte në shtëpi vetëm fundjavave. Çan gjithë këto libra komik? Me këto e kalon kohën ti kur unë nuk jam në shtëpi. As pak. Unë u shpërndaj fëmijëve që jetojnë pranë nesh. Jam shumë krenar për ty. Ndërsa unë shumë e gëzuar që nuk më kundërshton për këtë gjë. Kjo është pak a shumë si një librari ku fëmijët marrin libra, i lexojnë edhe më pas i kthejnë. Fëmijët kanë nevojë të lexojnë sa më shumë. Përfshirë edhe librat komik. Bisedoj me ta kur nuk jam e zënë me punë. Disa prej tyre nuk mund të blejnë libra. Po më të rriturit ne mund t'i punësojmë. Mund të shpërndajnë ushqime. Ide e mirë, Fredi. Kjo do ishte ndihmë e madhe për mua edhe për ata. Por a janë mjaftueshëm të rritur sa t'i ngre në peshë ushqimet? Po, mund të sajojnë ndonjë biçikletë. Edhe të vënë të një kosh për mbajtjen e gjërave. Shumë mirë atëherë. E di cilët prej këtyre djemve kanë më shumë nevojë.
Mirëtita Zonjana. Përshëndetje Lamar. Ku është Gjini? Me njerë pas shkollës u kthye në shtëpi. Si shkoi shkolla sot? Mirë, me gjithë se lodhen kur rri ullur në klasë. Në këtë kohë shkolla është shumë e mërzitshme. Vetëm basketbol dua të luaj. Sidoqoftë ti mos ju ndaj shkollës. Çdo gjë në jetë fillon me një edukim të mirë. Keni të drejtë Zonjana. Në verandën tuaj kisha lënë një dhuratë për ty edhe Gjinin. Besoj se i morët librat që kisha lënë atje apo jo? I morëm. Shumë faleminderit. Gjini tha se do i lexonte kur unë të mos isha në shtëpi. Pasi ai ti lexoj mund t'ja jepni edhe shokëve tuaj. Ashtu do të bëjmë. Lamar, a do doje të punoje pas diteve pas shkollës? Po çfarë pune? Të shpërndajmë ushqime në lagje me biciklet, tek të moshuarit, ose tek nënat që janë me foshnjë dhe nuk mund të dalin. Edhe tek të tjerët. Do ishte fantastike. Kur mund të filloj? Që tani, do të paguaj pas çdo shpërndarje. Në rregull? Po unë nuk kam bicikletë Zonjana. Kam unë. Im shoq vendosi një kosh në pjesën e parme të saj për të mbajtur ushqimet. Kjo është madhështore. I shpërndava të gjitha Zonjana. Ja dhe paratë që më dhanë. Të lumt, tani kam ushqime të tjera për të dorëzuar. Çanta është gati. Ja ku e ke adresën. Zonjana, po kjo zonja është zezake. E di, ajo është mikesha ime, Lamar. Ju keni miqësi me një grua me ngjyrë? Po, edhe dua që ta respektosh. Në rregull? Po zonjë. Më lejo të them diçka birë. Perëndia nuk sheh ngjyrën e lëkurës. Ne të gjithë jemi pasardhës të Adamit dhe Evës. Por Perëndia na ka bërë të ndryshëm në shumë aspekte. Disa janë të shkurtër, disa të gjatë, disa kanë tipare të ndryshme, e kështu me radhë. Zoti shikon zemrën birë, edhe ne kështu duhet të bëjmë. Nuk është mirë të paragjykosh. Ishin vitet 60 ku të drejtat civile ishin një çështje shumë e diskutuar në jug të vendit. Një ndër çështjet më të rëndësishme. Kur fëmijët mbaronin shkollën dhe unë nuk isha klient, më pëlqente të bisedoja me ta. Ne flisnin për detyrat e shkollës dhe problemet që ata kishin. Gjithashtu edhe dëshirat e mia për të ardhmen e tyre. Gëzohesha jashtë mase që isha unë ajo që ju ofronte atyre punën e tyre të parë. Pa dyshim që edhe Perëndia gëzohej me këtë. Megjithatë, një herë kur mora të lexoja Biblën, më dolën përpara të njëjtat vargje. Isha i huaj dhe më pritët. Isha i zhveshur dhe më veshët. Isha i sëmur dhe ju më vizituat. Isha në burg edhe erdhët tek unë. Perëndia im, si mund t'i bindem fjalës tënde? Si e zemër? Mirë, Fredi. Jam shumë e gëzuar që u ktheve në shtëpi. Edhe unë. Prit sa të shohër se çfarë të kam sjell. Çfarë? Shkopin dhe topa bejsbolli. Për fëmijët? Po, duke qenë se janë treguar shumë të zot, dua që ata të formojnë një skuadër për kampionatin e ardhshëm. Kjo është e mrekullueshme, Fredi. E di. Më ndihmo ti nxjerr nga furgoni. Sidoqoftë, unë kam marrë një vendim. Çfarë vendimi? Do shkoj të vizitoj disa nga të burgosurat në burg. Po si do shkosh? Makinën gjatë javës e kam unë. Do marrë një taksi. Si e morë këtë vendim? Kjo është ajo që Zoti kërkon prej meje. Këtë e kuptova 2 vjet më parë, por nuk dija si t'i bindesha fjalës së Perëndis. Nuk më pëlqen shumë fakti që do të shkosh vetëm në burg. Do shoh kë mund të marr me vete. I ke telefonuar burgut paraprakisht, besoj, për t'i komunikuar se do takosh me njerëz që nuk i njeh, apo jo? Sigurisht, nuk dua që rojtari i burgut të mendoj se unë jam një besimtare e smur. I thash se jam thjesht një shtëpiake e krishter, e cila përpiqet të vërë në zbatim gjërat që shkruhen në Bibël. Çfarë do të thuash të burgosurve, Ana? Nuk e di. Unë pyeta një fqinj i cili ndjek shkollën biblike dhe ai më tha, nëse Zoti po të dërgon atje, mos u shqetëso. Ai do të vërë në gojën tënde fjalët që duhet thuash. Nuk arrita të gjeja askënd për ta marrë me vete në burg. Ndaj shkova vetëm, duke u lutur që Zoti të më jepte mençurinë e duhur. U ndala për të bler disa fruta. Roja më çoi në një qeli ku mbaheshin 2 gra dhe njëra prej tyre gjendej në dysheme duke mbledhur disa copa letrash. Sapo e pash mendova, ja, kjo është një nga ato që ka shumë nevojë për Perëndin. Në ato çaste ajo ngriti kokën.
Më pa dhe më pas më foli. Unë nuk jam e çmendur. Atëherë mund të them diçka. E po, lirinë e fjalës e ke. Mos i lejo avokatët të vënë në lojë. Nëse unë do isha në telashe, do e vlerësoja shumë prezencën e një mikeshe. Nuk mund të të nxjerr prej këtej, por njoh një mik i cili do të qëndroj me ty ditë e natë. Ai quhet Jezus. Ai mund të të ndihmoj, ashtu siç bëri me mua. Edhe si mundet Jezusi të më ndihmoj mua? Mënyra për ta ndihmuar dikë është ta duash atë, edhe Jezusi të do. Moj zonjë dashur. Pjesën më të madhe të jetës unë e kam kaluar në burg. Mua më kanë bërë moral dhe u kanë bërë moral të tjerëve gjithashtu. Por askush nuk më ka folur ndonjëherë për dashurinë e Jezusit. Në fakt, në Bibël shkruhet se Perëndia është dashuri. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Vazhdova të shkoja në burg duke u folur të burgosurave për dashurinë e Perëndisë. Me vete merja gjithë një fruta dhe bombone, që nga ajo kohë, Bibla nuk hapej më te vargjet për të vizituar gratë në burg. Një pasdite shkova në burg dhe pash që një nga gratë kishte thyer këmbën edhe nuk e kishte mjekuar. Plaga e saj ishte infektuar. Unë nuk kam qenë njëri i drejtë, ndaj e meritoj këtë ndryshkim. Kjo është shumë e rëndë. Ke nevojë të shkosh te mjeku sepse plaga atë është infektuar. Zonja Karlo, unë për të vdekur që për të vdekur kam. Dhe dihet se ku do shkoj, në ferr. Ne të gjithë do vdesim një ditë, por ti nuk ke pse shko në ferr. Po ti nuk e ke iden sa gjëra kam bërë unë. Kam gënjur, kam vjedhur, jam dehur. Shumë personazhe të njohur në Bibël bën të njëjtat gjëra, edhe padyshim që për Perëndin të gjitha këto janë mëkate. Por në Bibël thuhet, nuk ka në fakt asnjë njeri që bën të mirën dhe të mos mëkatojë. Ne të gjithë mëkatojmë. Por jo si unë. Nëse ti i kërkon Perëndis të të falë, ai do e bëj. Jo, nuk do mundej, nuk do të donte. Gjatë gjithë jetës sime unë jam tallur me të. Më dëgjo. Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, që të vdiste në kryq për mëkatet tona. Ti e fyen atë kur e refuzon sakrificën që ai bëri. Por unë Ti nuk je e para që mëkaton. Nuk je e para, bia ime. Edhe unë kam bërë shumë mëkate në jetën time. Megjithatë Zoti më ka falur dhe më ka ndryshuar. Zemër, ai do të falë edhe ty. Ti vetë nuk do doje që Zoti të të falte? do të doja, por E diti që personi i parë që pa Jezusin pasi ai u ringjalli ishte një grua. Ai zgjodhi që së pari t'i shfaqej një gruaje. vërtet? Po. Shiko çfarë thuhet tek Ungjilli sipas Markut. Dhe Jezusi, si u ringjall në mëngjesin e ditës së parë të javës, ju shfaq së pari Maria Magdalenës, nga e cila pati dëbuar 7 demon. 7 demon? Bibla nuk e tregon se çfarë ishin këta 7 demon, por mbase janë të njëjtët që të mundojnë edhe ty. Nëse ti i lutesh Perëndis, ai do i largoj ata prej teje. Si thua sikur të lutemi bashk? Po, lutemi. Dë më thënë ajo u lut me ty. Po, edhe e pranoj Krishtin si Zot edhe shpëtimtar. Mbase jeta e saj do të ndryshoj tani. Ajo do të ketë nevojë për inkurajim dhe mbështetje kur të dalë nga burgu. Po familja e saj ku është? Rojtari më tha se shumë familje i braktisin gratë e tyre kur ato burgosen. Po për plagën e pamjekuar i thegjë? I thash se është mizore dhe nuk është normale që e kishin lënë atë gjendje. Shumë mirë i the. Të burgosurat ndjen të vetmuara, Fredi. Sa mirë që më në fund ju binda Zotit kur më kërkoi të shkoja dhe të flisja me gratë në burg. Nuk ishte edhe aq e vështirë sa e kisha menduar. E burgosura me këmbën e thyer vazhdoi të besonte te Perëndia, edhe u martua më pas me një pastor. Kur im shoq vdiq, vazhdova të shërbeja në burg për 6 vjet. Shumë nga fëmijët e lagjes tashmë të rritur erdhën në varrim. Në ato kohën e kishim shitur dyqanin edhe prisja të jetoja e vetme. Isha thuajse 60 vjeçe. E zgjerova shërbesën time në burg duke përfshirë burrat edhe duke marrë me vete jo vetëm bombone dhe fruta, por edhe Biblën. Në fakt, unë nuk i citoja shkrimet edhe nuk flisja për Zotin nëse ata nuk më pyesnin. Ata kishin nevojën e një miku, edhe unë ju prezantoja mikun më të mirë që ata mund të gjenin. O, Zot, prap me Biblën. Nuk mjafton që jam në burg, por duhet edhe të më praktikojnë tani.
Nëse ti nuk do atëherë, unë nuk do të flas për Zotin. Nuk më intereson të gjej Zotin. Pse ka humbur gjë Zoti që nuk dëshiron ta kërkosh? Të paktën ditë këtë bë ke shaka. Ashtu si Perëndia, ai na krijoi apo jo? Po, por duhet të më lërë rehat ashtu si unë e kam lënë rehat atë. Në fakt, ai më dërgoi të të them se të do shumë. Kur të mos mendoj rreth vajzave dhe vetes sime, atëre eja dhe më fol për Zotin. Do mundohem ta mbaj mend. Unë jam nëna Karlo. Më ke sjell ndonjë bombone nëna? Patjetër, urdhro merre. Kur të pash po vije me bombone, mu duke si njeriu më i dashur që kisha parë ndonjëherë. Nëse unë do isha në burg, do doja të kisha një mik. Ai i burgosur ishte si një mollë jeshile, ende e papjekur. Por shumë nga të burgosurit e tjerë më pyetën për Zotin dhe Biblën. Sapo ata më pyesnin, unë ndaja me ta ungjillin. Ky i burgosur i cili nuk ishte interes për Perëndin, kohë më pas më telefonoi nga një spital psikiatrik. Nuk dua të jetoj më, nëna Karlo. Më fol për Zotin, të lutem. Dua të dëgjoj të vërtetën. E vërteta është kjo. Perëndia të do. Në Bibël thuhet: por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. E shikon? Zoti është i shenjtë edhe i përkryer. Ne nuk jemi të tillë. Ke të drejtë. Ne nuk mund ta ndryshojmë dot veten tonë, apo jo? Është e pamundur. Po, unë kam dashur të ndryshoj, nëna Karlo, por sa më shumë jam përpjekur, më keq kanë shkuar gjërat. Zoti e di pse. Edhe sikur të bëhesh e i mirë, edhe të dilje nga burgu, sërish nuk do arrije dot lavdinë e Perëndis. Të paktën jo në standardin që ai ka. Për këtë arsye ai dërgoi Jezusin, që të paguante pagën e mëkatit ton. Ai vdiq në vendin tënd bir. Vdekja e tij ishte për faljen tënde, sepse Perëndia thot se paga e mëkatit është vdekja. Kur ti beson te Krishti dhe e pranon si shpëtimtarin tënd, si shpërblim, ai të jep drejtësinë e tij. Duhet të ketë ndonjë kleç këtu. Po ai çfarë kërkon si shpërblim? Kërkon zemrën edhe jetën tënde. Ai kërkon dashurinë tënde pa kushte. Duhet i dorëzosh atij gjithë jetën tënde që të rilindësh. Do doje ta bëje këtë gjë tani? Duhet ta mendoj. Kur disa nga burrat transferoheshin në burgun qendror, u shkruaja duke i inkurajuar të mos dorëzoheshin, por të lexonin Biblën edhe të shkonin në shërbesat që organizoheshin në burg. Kishte raste kur shkoja në gjykat edhe dëshmoja në favor të tyre. Zonja Karlo, dëshironi të flisni para gjykatës? Po, zoti gjyqtar, dua të dëshmoj në favor të pandehurit. Në rregull. Sa mirë e njihni të pandehurin? E takoja çdo javë kur ishte në burg. Dhe ju mendoni se e njihni mjaftueshëm? Në fakt unë kam vënë re se sjellja e tij është përmirësuar. Në qyteti kam gjetur një dhomë në një konvikt ku mund të jetoj. Kam folur edhe me një biznesmen që do i ofroj atij një punë, qoftë i lirë, qoftë në liri me kusht. Po mirë, ju vetë çfarë interesi keni në këtë çështje, sepse duhet ta dini që ky njeri ka një listë gjatë akuzash. Ka dëmtime të pronës private, vjedhje të vogla dhe tani vjedhje sendes të çmuara. Zoti gjyqtar, ai në këtë mënyrë është rritur. Kur ne pendohemi, Zoti na jep një mundësi të dytë për të ndryshuar. Ajo që unë po ju kërkoj është që t'i jepni një mundësi të dytë. Nuk di pse po e bëj, por po i bashkohem mendimit tuaj për ta lënë në lirim me kusht. Shpresoj që ai të ketë ndryshuar kështu si ju po thoni. Disa u dekurajuan, disa jo, por unë asnjëherë nuk hoqa dorë së shpresuari, sepse secili prej nesh ndjek udhën e tij drejt shpengimit ose drejt dënimit. Unë vazhdova të kërkoja për ta vende ku të jetonin, edhe një punë. Kishte raste kur strehoja gratë të burgosurve gjatë kohës kur ata ishin në vështirësi, edhe shumë të burgosur ndryshuan. Pash të ndodhte edhe e kundërta, sepse armiku i shpirtit asnjëherë nuk lodhet se na munduari. Por falenderoj Zotin për Jezusin. Ai asnjëherë nuk lodhet me ne. Më vjen keq, zonja Karlo. Kësa here jeni lodhur kot. Gjykata i ka dhënë këtij të riu shumë mundësi, por ai nuk ka bërë asnjë përpjekje për të ndryshuar. Ndaj kemi marrë një tjetër vendim për të. Më vjen keq e dëgjoj këtë, zoti gjykatës. Ju duhet jeni personi që është zgënjur më shumë se çdo kusht tjetër. Nuk duhet jetë lehtë për ju të shihni këta të rinj nën pranga her pas here. Një ditë Perëndia ka për t'i ndryshuar ata, zoti gjykatës.
Vërtet e besoni këtë, zonja Carlo? Apostulli Pal, para se Perëndia ta ndryshonte, dikur quhej Saul, dhe përndiqte të krishterët. Më pas Perëndia e përdori atë për të ndarë ungjillin nëpër botë. Për herë të parë në jetën e tij, gjyqtari e kishte të vështirë të merrte një vendim. Unë kalova 3 dekada duke vizituar gra dhe burra të burgosur. Ata ishin familja ime, por gjithashtu kisha miqe dhe fëmijë të cilët ishin shumë të çmuar për mua. Përshëndetje, zonja Ana. Përshëndetje, dashur. Eja ulu, po të sjell pak çaj të ftohtë. Ndërsa unë të kam sjell disa lule shtrydhe të kopshtit tim. Më pas ke lexuar mendjen, sepse unë kisha menduar të bëja ëmbëlsirë me lule shtrydhe. Me sa duket zoti të pas ka dëgjuar. Si po shkon shërbesa në burg? Është gjithnjë e më shumë bekime, dashur. Ti nuk lodhesh asnjëherë duke i ndihmuar ata, apo jo? As Perëndia nuk lodhet ndonjëherë me hirin edhe dashurinë e tij. Mëshira e tij për të rihet çdo mëngjes, bija ime. Ke qenë bekim për shumë njerëz, zonja Ana, përfshirë këtu edhe mua. Shpresoj të ketë qenë si thua, por mua nuk më duket sikur Zoti më ka përdorur edhe aq kohë të fundit. Nuk kam parë ndonjë ndryshim. Sikur ta dije. Mua më ndihmove të gjeja Krishtin. Po kjo është mrekullia më e madhe. Po, vërtet është mrekullia më e madhe, mrekullia më e madhe është. E vërtet. Çudi, ne dje u takuam. Pse vallë ma ketë shkruar letrën? Doja të thosha se të dua dhe të çmoj shumë, dhe se prej teje kam njohur Krishtin. Të gjitha mëkatet që kam kryer, të vogla dhe të mëdha, i kam bërë me vetëdije. Më pas kam gënjur për t'i mbuluar ato, në mënyrë që në sytë të tjerëve të isha një e krishter shembull. Por tani më në fund jam e lirë. Dua të të falenderoj për pjesën që ti ke bërë. Bibla thot se njëri mbjell dhe tjetri ujit, por është Perëndia ai që rrit. Ndaj ne asnjëherë nuk mund të mburremi, sepse Perëndia zgjodhi të na përdor. Ne duhet të jemi besnik në mbjellje dhe ujitje me farën e pavdekshme të fjalës së tij. Unë e bëra këtë gjë në moshë të thyer. Zonja Ana, përshëndetje. Po, kush të ret? Jam Lamari, një nga fqinjët që ju sollët e Krishti. Sa mirë që të shoh sërish, Lamar. Edhe unë. Kalova nga dyqani juaj, por... Po gjërat nuk janë më njësoj, nuk janë më si më parë, birë. A ju e njëjta jeni, zonja Ana? Vazhdoni t'i vizitoni të burgosurit? Jo, birim, jo, mosha bën të sajen. Zonja Ana, ju e ndryshuat jetën time dhe Gjinit, tim vëllai. Ne kemi një punë të mirë tani, vetëm sepse dikur ju na inkurajuat të mos hiqnim dorë nga shkolla dhe shumë fqinj përjetuan të njëjtën gjë. Mbi të gjitha ju na treguat dashurinë e Perëndis, gjë e cila na nxiti të merrnim atë që ju kishit. Nuk kisha unë, Lamar, jo, ishte Jezusi. Jezusi ju ndryshoi juve, birë, Jezusi. Pas 30 vjetësh shërbimi në burg, kur zonja Ana ishte 90 vjeçe, ajo shkoi në azil. Në 19 nëntor të vitit 2006, ajo mbushi 100 vjeçe dhe u bë një festë shumë e madhe për të në azilin e Valdostas. Unë dhe imvëlla Gjini shkuam në festë dhe të gjithë atje e quanin atë Nëna Carlo. Atë ditë unë mbajta një fjalim. Ana Carlo është e krishterë. Ajo u bë shembull i urdhërimeve të Jezusit për ta dashur Perëndin me gjithë zemrën tonë, me gjithë shpirtin tonë dhe me gjithë mendjen tonë, dhe për ta dashur të afërmin por si vetveten. Jeta e saj ka qenë si një sakrificë e mirë përpara Perëndisë. Dhe jam i sigurt se një ditë ajo do dëgjoj Perëndin të thotë: "Të lumt shërbëtori mirë dhe besnik, hyr në gëzimin e Zotit tënd." E dija se ajo kishte shumë miq, por jo që të vinin kaq shumë njerëz. Përfshir këtu edhe gazetar. Ajo duket pak e hutuar nga gjitha kjo. Është e dobët fizikisht, por mbetet gjithnjë Nëna Carlo. Është mahnitse se sa shumë njerëz ka prekur me jetën e saj në gjithë këto vite. Unë e njoh atë që prej fillimit. Edhe unë. Punën time të parë ajo ma ofroi.
Ajo ndihmoi shumë fëmijë në lagje, duke u bërë mikesh me ta dhe duke ju treguar atyre dashurinë e Perëndis. Charlie thot se zonja Ana ndihmoi familjen e gruas së tij ndërkohë që ajo rritej dhe ai ishte i sëmur. Ai kishte një sirtar me letrat që ajo kishte marrë nga të burgosurit dhe ishte burgosurit. Ajo inkurajoi një vajzë në lagje që të fillonte studimet për mjeksi dhe pagoi shkollën e saj. Jam i sigurt se të gjithë ne që jemi këtu dhe të tjerë që nuk janë, kemi nga një histori për të treguar. Këtu ka shumë njerëz, por po arrita të takoj zonjën Ana, do ta përqafoj. Gëzuar ditëlindjen zonja Ana. Faleminderit. Keni parë shumë gjatë këtyre 100 viteve. Po, edhe tani dua të shoh Jezusin. Brënda 2 muajve ajo vdiq. Unë dhe vëlla Gjini, që ndruam tek varri i saj duke menduar rreth jetës së çmuar që ajo jetoi. Kësaj here nuk ishte shumë njerëz, as gazetar as njerëz të quar. Shumë nga miqtë e saj nuk jetonin më. Ishte një varrim i thjesht me pak lule, ashtu si vetë jeta e saj kishte qenë. Do të më mungoj shumë. Po, të gjithëve do të na mungoj. Pati një jetë të vështirë. E di, por mendoj që tani ajo është në parajs. Kur unë isha fëmijë, Ana mbolli një farë në zemrën time. Farë e cila qëndroi pa mbir për shumë dekada. Dhe mbeti e mbuluar prej mjerimit derisa doli mbi tokë. Por me mëshirën e Perëndis, besimi im zuri rrënj dhe po jep fryte. Tani unë merrem me të burgosurit. Herën e parë që shkrova, mora prej Anës atë që ajo tha. Nëse do isha në burg, do doja të kisha një mik. Dhe unë dua të jem miku yt. Është një nder të ndjek hapat e Anës, sepse ajo vetë ndoqi hapat e Jezusit. Jezusi tha, e jani pas meje, dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Dhe djuesi dashur, ju mund të ndiqni hapat e mjeshtrit duke i dhënë jetës suaj një kuptim të ri. Kjo ndodh kur vini te Krishti me pendim, e duke besuar se ai vdiq për mëkatet tuaja. Tek letra Romakëve në kapitullin 10 në vargjet 9 dhe 10 thuhet: sepse po tërfesh me gojën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurit do të shpëtohesh, sepse me zemër njeriu beson drejtësi dhe me gojë bëhet tërfim për shpëtim. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programin me numër 293. Kjo ishte pjesa e dytë e historisë së vërtetë të Ana Carlos. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta, se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këtu programi në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herën e ardhshme bashk, miru dëgjofshim.